Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur baklavan tradicionale, nuk e di a i keni përgatitur apo jo, unë do të ndaj sot recetën e mamit tim, i cila është shumë e thjesht me pak përbërës dhe del vërtet shumë e mirë. Për brumin na nevojiten 700 gram miell. Do hapim pak vënd në mes dhe do shtojmë 6 të verdha veze. Do shtojmë 2 vezë të plota, 300 gram kos, 100 ml vaj, lule dielli ose ulliri. Masën do ta punojmë shumë mirë dal nga dal me duar, duke e punuar lehtë derisa të na formohet një brum i butë dhe jo i ngjitur. Është shumë e rëndësishme që brumi duhet të punohet në ambient të ngrohtë. Pra, në vendin ku jeni duke gatuar, duhet të jetë ambient i ngrohtë. I gjithë procesi i përgatitjes së baklavas ka nevojë për një ambient të ngrohtë në mënyrë që brumi të jetë i butë, të qëndrojë i butë dhe petët të hapen lehtë. Pasi e kemi gati, do ta lëm të pushojë për 1 orë. Më pas e vendosim në tavolinën e punës duke shtuar një seshte dhe do ta ndajmë në 4 pjesë. Do vini re që pasi ka pushuar brumi është zbutur pak, por mos u shqetësoni as pak, akoma më mirë, mjafton të shtoni një seshte gjatë punimit dhe hapja do jetë më e lehtë. Do ta ndajmë çdo pjesë në 25 kulaçka të vogla në mënyrë të barabartë dhe do t'i formojmë kështu toplla të vegjël, do t'i vendosim në një tepsi, do t'i lyejmë pak me një seshte në mënyrë që të mos ngjisin me njëri tjetrin dhe të mos ngjisin me tepsin. Është shumë e rëndësishme që t'i mbuloni pasi procesi i hapjes së petëve do pak kohë, kështu që të mos thahen, prandaj duhet t'i mbuloni ndërkohë që jeni duke përgatitur. Dhe kështu fillojmë nga puna. Çdo kulaç të vogël do ta hapim në formën e një pete të vogël duke lyer me një seshte. Mos e kurseni një seshten pasi do ju lehtësoj punën dhe do bëj të mundur që petet të mos ngjiten me njëra tjetrën. Petët do t'i bëjmë bashk 10 e nga 10. Unë kështu i kam hapur 10 e nga 10, gjithmonë kam bërë mënyrën e mamit dhe sinqerisht doli vërtet shumë e mirë. Dhe mes njëra tjetrën do shtojmë një seshte në mënyrë që të mos ngjisin. Siç e shikoni, këto janë petët dhe do fillojmë me ngadalë hapjen e secilës. Pra hapjen 10 është e së parë dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa e brumit. Ju duhet pak durim, mund ta merrni me qetësi, mund të bëni një kafe dhe ta shijoni dal nga dal. Procesi i përgatitjes së baklavas mua më bën shumë nostalgjike pasi më kujton kur e përgatisnim tek mami, ne e bënim bashk me kushurirat, bëheshim të gjitha bashk dhe përgatisnim baklavat e njëra tjetrës dhe koha ikte me muhabet, me shoqëri të mirë dhe nuk e ndjej as pak lodhja. Siç e shihni, petët ndahen shumë mirë nga njëra tjetra, pra kjo tregon që jemi në rrugën e duhur dhe hapja e petëve është bërë me sukses. Në tavën e pjekjes do shtojmë gjalp, unë kam përgatitur 700 gram. Kam përdorur 700 gram gjalp të cilën e kam tretur dhe do shtojmë petën, gjalpin dhe arrat. Unë kam shtuar arra në çdo dhjetëshe. Kështu që ju mund ta zgjidhni sipas dëshirës. Unë kam përdorur 700 gram arra dhe tepsia që kam përgatitur baklavan ka diametër 35 cm. Këto masa që unë po lë janë për tepsi 35 deri në 40 cm. Pasi kemi vendosur dhe petën e fundit, do ta presim me kujdes. Mund të zgjidhni formën që ju dëshironi. Unë kam zgjedhur formën e yllit pasi më pëlqen. Me këtë formë bëhet një baklava përveç se e shijshme, por dhe një baklava bukuroshe, pasi të jemi të sinqert, fillimisht duhet ta haj syri dhe më pas flet shija vet. Pastaj baklavaja tradicionale
sido që ta presësh, nëse ndjek recetën ashtu siç duhet, nuk ekziston mundësia që të dështoj si recetë. Kështu që prerja është sipas dëshirës. Unë po e mbar pjesë këtu, kështu që mund ta ruani si prerje që ta keni nëse nuk e keni përgatitur ende. Gjithashtu unë kam postuar edhe një video të shkurtër për prerjen e saj, kështu që mund ta shihni atë në kanal të postuar. Vazhdoj prerjen. Po ju a keni përgatitur baklava për këtë vit apo ju duket herët akoma? Unë në fakt e përgatis akoma pak më herët, por këtë vit do ta bëj sot dhe do ta bëj nesër dhe kështu që na kapi data 18. Gjithsesi është një proces, është një punë që do pothuajse një ditë, duke filluar me brumin, arrat, shkrirja i gjalpit dhe pastaj për mos folur për pjekjen. E kemi prerë, është gati dhe këtu do të shtojmë pjesën e gjalpit të mbetur. Do ta shtojmë të gjithë në sipërfaqe dhe tani e kemi gati për ta pjekur. Pjekja është një proces shumë i rëndësishëm. Mund të them, unë e quaj më të rëndësishmin, sepse nëse ju dështon pjekja, atëherë gjithë puna shkon dëm. Unë e kam pjekur për 1 orë në 150 gradë dhe për 3 orë e gjys në 100 gradë. Por dua të theksoj se pjekja është gjithmonë në varësi të sobës që keni. Nëse soba përshpejton pjekjen, unë ju sugjeroj që të vendosni një letër pjekje në orën e fundit. Duhet ta shihni her pas here. Do të thonë nuk duhet të largoni as pak nga kuzhina të ditë që të përgatisni baklavan. Ky është përfundimi pas pjekjes. Këtu kam provuar edhe petët. Ky është momenti që me zi e pres ta shoh se si janë ndar petët. Dhe të jem e sinqertë, është kënaqësi e madhe që pas kaq orë lodhjesh, shikon rezultatin që është pjekur shumë mirë dhe petët janë ndarë. Filloj me shërbetin. Kam përdorur 1,5 kg sheqer dhe 1 litër ujë, 2 feta portokalli, 2 feta limoni, 2 shkopa kanele dhe 10-12 karafila dhe 1 vanilje. Dhe e kam vendosur të zjej. Unë shërbetin e zjej 20 minuta nga momenti që fillon të vloj. Më pas e kulloj dhe e shërbetosim. Baklavaja e mira është të shërbetoset 24 orë pasi është bërë. Unë e bëra dje dhe e shërbetosa sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani edhe se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës jeni duke më ndjekur. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe ju uroj festa të mbara dhe të gëzuara në familjet tuaja kudo ndodheni. Ju përshëndes.